Ka nisur zhvillimi i konkursit kombëtar të gjuhës shqipe për nxënësit e klasave të nënta. Qendra e këtij konkursi për shkollat në territorin e Bashkisë Shkodër është caktuar shkolla Andre Mjeda. Përgjegjësia e zyrës vendore të arsimit, Shkodër, Brisela Kadia, tha se kjo është faza e dytë e konkursit, e cila vjen pas fazës së parë të zhvilluar në nivel shkollash. Është faza e dytë që vjen pas një faze të parë që është zhvilluar në nivel shkolle, mes klasave të nënta dhe aty ku ku kemi vetëm një klasë të nëntë, pra nuk ka qenë rivalitet mes klasave, kemi patur ngritjen e grupeve të nxënësve që kanë konkuruar. Tani shkollat përfaqësohen me ekipet e tyre. Risia këtë vit është e përcaktuar se çka do konkurohet dhe për çka do të garojnë, është kartolina e librit, debati, projekti dhe pastaj edhe pyetje të ndryshme që i kanë hartuar dhe i kanë ngritur grupi i punës që është ngritur në nivel zëvaje për të hartuar komplet pyetjet dhe gjithë pjesën organizative të këtij konkursi. Konkursi do të zgjas 4 ditë dhe në përfundim do të përcaktohet skuadra që do të përfaqësojë Shkodrën në nivel kombëtar. Konkursi do zgjas 4 ditë, të gjitha ditët e konkurimit do zhvillohen këtu në ambientet e shkollës Andre Mjeda, janë të gjitha shkollat, pra të gjitha klasat e nënta të shkollave nëntëvjeçare që janë të përfshira në konkurim. Pastaj skuadra fituese do jetë ajo që do na përfaqësojë në nivel drapi dhe sigurisht një pritshmëritë dhe shpresat i kemi të mëdha duke qenë se në herën e parë që është zhvilluar konkursi kombëtar i gjuhës shqipe, Shkodra ka qenë fituese e këtij konkurimi në nivel kombëtar. Kadia tha se qëllimi kryesor i këtij konkursi ka qenë dhe mbetet mësimi sa më i mirë i gjuhës shqipe, gjuhës amtare, përballë sfidave që paraqet teknologjia. Qëllimi kryesor i konkursit është rëndësia e gjuhës shqipe. Në fakt, gjuha shqipe është identitet kombëtar, por nga ana tjetër është edhe ajo ndërmjet së cilës përcillen vlerat tona kombëtare, formsohen mendimet dhe komunikojnë nxënësit me njëri tjetrin. Zhvillimet teknologjike në fakt që tashmë të gjithë jemi dëshmitar, na imponojnë që nxënësve tanë t'ua mësojmë për ta shkruar dhe për ta trajtuar mirë çdo fjalë të gjuhës shqipe në mënyrë që të mos cënohet asnjë mendim në momentin që komunikohet, qoftë edhe komunikimi në rrjetet sociale që është shumë i rëndësishëm i ditëve të sotme. Në klasat e nënta të shkollave të Shkodrës janë gjithsej 1266 nxënës, prej të cilëve 343 ndjekin shkollat private dhe 923 shkollat publike.